Qyteti Brest në Francë u trondit rënd nga një ngjarje tragjike që ndodhi ditën e djeshme, ku 36 vjeçari shqiptar Andoni Anaçi dyshohet se vrau partneren e tij, 30 vjeçaren Anjeza Zeneli, e më pas si dha fund jetës me armëzjarri. Policia u njoftua nga një banor i lagjes, i cili kishte dëgjuar 2 të shtëna. Kur mbërritën, efektivët gjetën trupat e qiftit dhe një pushk gjahu pranë tyre. Hetimet paraprake po e trajtojnë rastin si një vrasje të gruas, e ndjekur nga vetëvrasja e autorit të dyshuar. Qifti ishte prindër i 2 fëmijëve. Njëri nuk ishte mbërritur ende në shtëpi gjatë momentit të ngjarjes, ndërsa fëmia tjetër ndodhej në shkollë. Nëna e Andoni Anaçit ka rrëfyer për mediat se mes qiftit kishte shpesh konflikte, por sipas saj, djali e kishte dashur partneren në mënyrë të tepruar. Ajo tregon se kishte komunikuar shpesh me të birin, duke i këshilluar të rregullonin marrëdhënien. Sipas saj, qifti jetonte prej 4 vitesh në Francë dhe nuk përballej me vështirësi ekonomike, duke lënë të paqartë shkakun e sherrit që çoi në tragjedi. E shokuar nga humbja, ëma e 36 vjeçarit u kërkon autoriteteve shqiptare ndihmë për të sjellë trupin e djalit në Shqipëri. Ajo shpreh keqardhje edhe për familjen e Anjezës, duke seksuar se ndihet e turpëruar të përballet me ta pas kësaj ngjarjeje të rëndë.